të drejtë një, po thuajse me 90% dha drejtë Ramsit 4, Bela kthehet në punë. Ani, ja vlen të lexojmë gjëra teknike, por njerëzit do lodhen. Thelbi ky është. Pasaportën pasaportën ja mbajti, pra nuk ka revokim të pasaportës, pasaportin e ka marrë Spaku, po çon si ka. Po të paktën e la të kthehet në punë. Lajmi mirë, lajmi i keq, apo nuk i plas fare Ramsit 4. Sipas teje, Sebastian. Unë mendoj se doli barazim me Spakun dhe për Ramën është lajmi i mirë. Është lajmi i mirë. Pra ishte 1-0 për Spakun. Spakun? Tani është barazim 1-1. Është barazim. Nis loja. Topi është në mesfush. Politikisht tani të lutem, pjesën juridike mos ashtu mos e i lodhëm njerëzit. Në 22 janar do mblidhet tani gjykata kushtetuese dhe çfarë do bëj? Ta themi dhe këtë dhe pastaj merrem politikisht vëlla. Marri vendim për çështjen në fjalë. Pra, po vendimi është marrë pra. U pezullimi i Belinda Pallukut. Sot u mor vendimi. Po në 22 janar çfarë vendimi do merret tjetër? Vendim përfundimtar sa i përket në qoftë se është drejt apo është e pa drejt pezullimi. Deri më tani, ato thonë ti zonjë nderuar do shkosh në punë, sepse ne arsyetojmë dhe mendojmë se ti nuk ke... Po pa, rëzohet ne 118, ku di unë. Pra, GKK-ja urëzua pra sot. Të mblidhen, gjatë kësaj kohe do shqyrtojnë dokumentet, do shohin kushtetutën, do shohin kodin, do shohin ankesën e kryeministrit. Po qoftë si kanë parë këto, pse e morën këtë vendim pra? Sepse ky jepet gjithmonë si vendim, është dhënë tek rasti i presidentit, tek rasti Velia. Pra quhet vendim para vendim ky në një farë mënyrë. Vendimi ndërmjet, mund ta quajmë. Është pasojë automatike e marrjes në shqyrtim. Pra bie masa e gjykatës derisa të shprehet gjykatës speciale. E gjykatës GKK-s derisa të shprehet kushtetues. Dhe me logjik i bie tani Marsit, ti që je çdo ditë me këtë punë, me logjik i bie që në 22 janar nuk pritet që të kthehet pra të merret vendimi kundërt. Ky vendim do jetë. Teorikisht zakonisht kur fillon, kur fillon kështu, kur fillon në këtë lloj forme tregon që është rrethan lehtësuese dhe është në dobi gjithmonë të kërkesës. Të kërkesës. Që bën subjekt. Po çdo shton 22 janari për njerëzit ta kuptojnë, çfarë do jetë shtesë? Do ta shpjegoj. Ka tre lloj vendimesh, se Sebi përmendi një që merr gjykata. Janë vendimet e ndërmjetme, vendimet jo përfundimtare dhe vendimet përfundimtare. Ky çfarë ishte sot? Ky ishte një lloj vendimi ndërmjetëm me drejt i cili vendos një masë e caktuar, duhet të rinë në fuqi apo rrëzohet. Gjithmonë kur masat rrëzohen, domethënë dobia është gjithmonë e palës e cila e kërkon rrëzimin e masës. Në këtë rast e Ramsit 4. Në këtë rast e Ramsit 4. A do jetë thjesht fitoria e gjithë luftës apo thjesht një betejë, këtë do të tregoj vendimi përfundimtar. Por unë mendoj që ka shumë gjasa që kjo betejë të jetë para rencja e kush do e fitojë luftën e madhe. Politikisht. Por ajo që më bën përshtypje është kjo se gëzimi ose atmosfera e reja. Ja do të tregoj tani Ledio ato fishekzjarët prapë. Po vinim rrugës me Flogetin ishte edhe bukur sepse fishekzjarët idheshin edhe me një këngë. Po pse mo edhe në Tiranë? Dashuria se fitoi dashuria. Ishte bukur. Po pse mo po idhin në Tiranë fishekzjarë? Idheshin në Fier. Po ju i pat në I pam në këto. Unë edhe mu duk, i thash të Flogetit mori pa fajsi, do më thënë u mbyll procesi spak, sepse... Po se ashtu duket, pra? Se kjo është ideja që kryohet, pra propaganda një lloj forme le të themi. Ka dhënë ndjesinë si kur u shpallë e pafajshme. Pasi kur po gjykohet çështja e akuzës edhe e statusi. Vendimi u mor sot pas dite, Marsit. Po. Vendimi u mor sot pas dite. Tani këtu kam nevojë për fantazinë tënde. E që je edhe jurist. Vendimi u mor sot pas dite herët. Në atë orë me siguri Tonin Prençi, që është prokurori që ka marrë të vendim... Dritan Prençi. Se thash Tonin unë? Më falë. Dritan Prençi, që është prokurori që se ba... Tonin Prençi? Ka që një shef policie. Jo Tonin, se ka pas Tonin e i? Ahmet Prençi. Ahmet, e shtë të gjë. Pra, thuaje, Dritan Prençi, me siguri ka qenë ose duke ngrënë bukë, se kodreke ishte, ose në zyrë, me siguri duke qenë duke ngrënë bukë. Bami ka ardhë vendimi i GK-s, dha. Ma imagino pak që ka thënë me vetë ose me njeriu që ka pëshë në krau. Ore me këjanë Amerikanët, se erë në fundi tha njën mi me ju. Duke se s'e kanë me ne. Se gjithmonë në promovua ideja që për shkak takimi që bëri Fleming, thuhet që një nga takimet që bëri ka qenë dhe me prokurorin e çështjes. Edhe normalisht fantazia çon me idenë që ka dhënë dorën, i ka rënë shpallave, ka thënë me këtë vendim të kushtetues sot tregon. Shtetet Bashkuara të Amerikës janë me ju dhe Prençi rrezikur ka parë lajmin ka thënë, ore, janë me ne apo janë me Belën, edhe me Ramsin. Kjo është dyshimi që e ka kapur. Gjë e parë që i ka ardhur mend apo jo? Po është mërzitur Prençi? Mendoj që edhe Prençi ka parë si puna e betejës me luftën. Mund të jetë qenë
po t'jetë qenë i abitur, do thot mos, po në qoftë se realisht nuk ka qenë i abitur, ose për shembull e ka kapur momenti mlefit ose i natit profesional, mund të ketë thënë, okay, do shkojmë lëvizjen e radhës. Që është mirë kur si është i fundit. Për këtë do bie ndajret në fund, ose për këtë do shkrepen fishek zjarët. Ti Sebastian, si imagjinon Preçin, çka ka thënë sot në drek kur ka dëgjuar vendimin e gjykatës që jepte drejt Ramsit dhe i kthente belën në punë. Prokurori që bashkë me gjykatësin me këtë gjykatë se mori vendimin? E mbani mend emrin e gjykatës që u mor vendimin? Emër Çelan mos. Si thot Ramsi, një prokuror dhe një gjykatës. Po sepse gjithmonë kur kush? Mos ishte ky... Nuk ishte Çela. Që një me mbiemër Çela, çetash? Nuk e di. Nëse çon si ka. Sebastian, ti imagjinon dot? Mendimi im është ai që thash pak më herët. Tashmë janë barazim. Spaku, sepse nuk është vetëm prokurori përballë. Të ma the që mos e përsërisi. Po janë përballë njëri tjetrit. Jo, po tani unë dua di Premshin, tani kalojmë pak leta ta relaksojmë pak bisedën. Premshi duke ngrënë drejt. Punën e amerikanëve nuk e besoj njëherë. Amerikanët shkojnë aty ku kanë dhënë financimet e veta. Dhe këto takimet me amerikanët, njëri t'i dha dorën, tjetrit i shkeli syrin, Ti si beson? Jo, nuk e besoj. Dhe njëri u bë kryeprokuror, tjetri u bë shef i BK-s. Dakor, të nuk e besoj. Ndodhen ama. Në këtë nivel... Çka menduar Premshi, më futesh dot në mendjen e Premshit në atë moment? Duhet punoj më mirë, ka thënë, kam pasur gabime procedurale ndosje. Pra, mund të ketë thënë për shembull që po mua ç'më deshje Pezullova, pse si futa rrugës klasike për shembull. Të shkoja në parlament Po si është kujtuar ai filmi shqiptar. Me titullin? Mos luaj me mielin e Gjermanit. Mos luaj me mielin e Gjermanit. Gjermani të rast kush është? Ramsi Kate. E di Premshi atë. Duke parë natyrën e prokurorëve, për aq sa unë kam takuar dhe kam njohur, çështja është që në këtë rast Rama, mendimi im, me këtë lëvizje që bën, thjesht i nxehej edhe më shumë sepse tani ato detyrohen që t'i shkojnë kur të kapin dikën tjetër, se me të vërtetë zonja Balluku mund të ketë shpëtuar, kthehet. Se kështu funksionojnë prokurorët, ne vrikosën edhe hajt po i bie? Jo, ai thot në rrasema hipotezë. Hipotezë. Okej. I ngelet një mas tjetër sigurie në dorë. Do të vinë me mas sigurie arrest në burg me njëherë. S'ta jep. Tani do më dëgjoni pak me vëmendje. S'ta jep Informacioni i freskët që unë sot nuk mund ta them dot të plot. Më dëgjoni pak me vëmendje. Yes. Në këto 3 ditë të fundit, duke përfshirë dhe ditën e sotme, në një restorant në qendër Tiranës, mos kërkoni më shumë detaje se kaq. Është kapur në përgjim me foto dhe me audio një ministre shumë e rëndësishme e qeverisë dhe e njohur, jo nga këto no-name-et, në takim me një person shumë të lartë të gjykatës kushtetuese, që është në ikje. Ndiqni me vëmendje. Nuk ka mjaftuar vetëm ky takim. Ka vazhduar takimi në këto 2-3 ditë e fundit dhe midis këshilltares bjonde të ministres aktuale me këshilltarët e njeriu të lartë në gjykatën kushtetuese, e një antare të lartë në gjykatën kushtetuese. Do flisja më trosh, por nuk mundem. Provat janë, nuk di kur do bëhen publike. Unë i kam. I nxjerr dot për momentin? Jo, s'kam akoma autorizim. Po të kishim emra, mund të merrnim edhe përgjigje. Të gjithë ata që e dëgjuan e din shumë mirë për kë bëhet fjalë. Ky lajm nuk është për popullin. Unë s'di kujt ti nisni pyetje tani. Këtë jam detyruar ta them, kam autorizim ta them vetëm këtë gjë. Po doni ajo përsëris prapë. Jo, ishi i qartë fare. Është shumë interesante sa bukur luhet, për të thënë që kjo është ajo pjesa që kam qefun dhe e bëra pasaj në emision. Ore, çfarë nuk na thon? Çfarë ka ndodhur ne nuk e dim. Për te asaj që na thon se gjua është shpikur për të fshirë mendimin. Për të fshirë mendimin. Ky mund të jetë një moment gëzimi për drejtanin. Një moment gëzimi. Unë nuk e di kush ka bërë përgjimin, nuk e di. Po në qendër Tiranës ti je i bindur që do të përgjojnë, kështu që. Dhe është bërë një restorant në një dhomë prive, kujdes, jo në restorant me njerëz. Në dhomë prive, në një prive. Perl e papar. Një zyrtar i lartë di gjithmonë. Është kapur, ministri është kapur. Një zyrtar i lartë di gjithmonë që po shkoj te Rogneri apo diku tjetër është gjithmonë i përgjuar. Unë nuk e them dot emrin, por nuk është Rogneri sigurisht. Dakor, po domethënë janë disa vende që çdo zyrtar i lartë di që do përgjohet në këto lloj rastesh. Ishte një lajm shumë interesant kjo gjë. Në fakt, zyrtarët e lartë dinë diçka tjetër. Që? Nisur nga një precedent i mëhershëm, që kur gjykata kushtetuese është në fazat finale të marrjes një vendimi të rëndësishëm, sipas një precedenti të shkuar, edhe antarët e gjykatës kushtetuese thuhet që kanë qenë në përgjim. Kështu që
duhet të kenë qenë të dy pjesëmarrësit në takim totalisht të paaft, edhe ajo e gjykatës kushtetuese edhe ministri apo ministrja, që duke e ditur që në këto momente minimalisht antarja e gjykatës kushtetuese ishte në përgjim, siç ka ndodhur dhe në të shkuarën, të bënin bisedat kësaj natyre. Por gjithsesi, presim dhe shohim. Ti je i bindur që kjo ekziston, ëh? Presim dhe shohim. Nuk është, ti e di që unë nuk kam fantazi për tilla gjëra. Jo, do kisha shumë interes dija emrin, Emri ta them veç kur që të mund të marr, do ta them që të mund t'i merrja live një reagim kushdo qoftë ai. Ta tentoja të pak. Jo, Flokret, jo, do ta bëja vetë. E di që unë e bëj. Do ta bëja vetëm. E di dhe ti e bën. Po tani nuk mundem. Okej. Se na duhet për gjë tjetër. Dgjoj, vjen një mesazh për diskutim. Para se ta mbyllim të fabull. Okej. Po sikur 3 pika. Njeriu ju shuan është jurist. Avokat, penalist. Po sikur SPAK dhe GKK për të siguruar provat gjatë hetimit dhe përderisa masa e butë e pezullimit dhe detyra nuk respektua, atëherë kalon në sigurimin e procesit me masën e rrep të arrestit me burg, të cili më pas do ta zbus me arrest në shtëpi. Kush do fjalën? Po sepse kjo është mënyra me anë të cilës procedohet. Kjo është e logjikshme. Jo, e para mund ta dekriptojmë këtë mesazh? Kush dekripton? Mesazhi është i tillë, në gjykatën kushtetuese çohet një kazus i cili thotë. Jo, këtë mesazh më erdhi mua. Po pra këtë kazun ta themi thjesht. Ky kazus i thotë, në gjykatën kushtetuese kemi një rast ku e kemi pezulluar. Çështja është gjykata kushtetuese i thotë SPAK-ut, zotërinë të nderuar, ju nuk mund pezulloni më njerëz. Si pezulloni? Po. Tani ç'a bën SPAK-u, do shkojmë me mas siguria arrest me burg, kaq. Jo, po ky thon ndryshe pra këtu. Po kjo pra është. Ky thotë kalon në sigurim procesi masën e rreth të burg, të cilin më pas do ta zbus me arrest shtëpi. Terminologji juridike që mund ta thuash dhe në latinisht, por e thjesht fare është kjo. SPAK-u, në qoftë se gjykata kushtetuese ja ndalon që të SPAK-u dhe GKK-ja, kujdes, nuk është vetëm SPAK-u, është dhe gjykata. Ja ndalon që të marrë mas sigurie pezullim, do marrë një mas tjetër se e ka në tagër për ta bërë. Do marrë një mas tjetër sigurie që quhet arrest me burg. Ka i problem. Duhet kalojmë nga parlamenti. Ka i problem. Kalojmë nga parlamenti të marrë imunitetin. Jo, përpara se ta e zaurosh nga Johan. Në qoftë se gjykata kushtetuese do kishte thënë unë nuk merrem me këtë çështje sepse nuk e kaluar shkallët e gjyqësorit, aku diun se çfarë. Pra, pezullimi nuk do binte. Dhe pezullimi nuk do binte. Këtu do ishte një favor i madh për SPAK-un, do e kishte një precedent fantastik që çdo ministër nuk kishin më nevojë shkonin në kuvend dhe të kërkonin imunitetin e tij për arrest apo ku diun se çfarë, sepse e pezullonin e tjera me radhë. Në qoftë se po ndodh kjo dhe pastaj SPAK-u shkon tek ajo, aty ka dhënë përgjigje kryetari i grupit parlamentar të Partisë Socialiste, Taulant Balla. Çka ka thënë ai? Në qoftë se vjen ajo që thot zotëria, pra kërkesa për arrest fjala vjen për Ballukun apo për këdo, ne do shohim provat dhe është rasti i Tahirit, është precedenti që ata e kërkuan dhe këta se dhanë. Pra, atë po i them Sebastianit, pra nuk do japi parlamenti. Sigurisht se japi parlamenti, përdesa Ramsi e mbrojti tani Ballukun. Pse do ta lëshojmë parlamentin? Nuk është kaq e thjeshtë. Nuk besoj se, domethënë, ky rast i Ballukut meriton vëmendje tjetër, po nuk është kaq e thjeshtë, sepse duhet kuptojmë një gjë. Ne ngatrohemi gjithmonë dhe themi këto quhen. Do jap ty tani se ndodhen. Këto quhen executive branch, legislative branch, pra nga anglishtja kur i marrim nga si terminologji, me që kemi qef këtë anglishtën. Jo, unë se kam qef fare, po ju e përdojnë. Shtetet janë të ndërvarur. Sovranitetin ne delegojmë në të njëjtën kohë në të gjitha këto linja pushteti. Kjo ka nevojë sa për interpretim kushtetues, po aq sa ka nevojë edhe për një lloj interpretimi institucional o filozofik. Pra, të hymë në një lloj interpretimi të natyrës se si ne kemi ndërtuar shtetin. Ne e marrim për të mirë qenë që kemi një person që e kemi zgjedhur me vot dhe ky ka të gjitha atributet dhe të gjithë tagrin. Kjo është presidenca amerikane, vëlla. Kjo është presidenca franceze. Ne nuk e kemi ashtu. Ne jemi modeli që ka sovranitet gjykatësi, ka sovranitet edhe politikani. Tani ka një betejë në këtë mes. Zonja është zëvendës kryeministre. Dhe gjykata kushtetuese po i thot, zotërinë të nderuar, ju nuk shkoni dot kaq kollaj në nivele kaq të larta. Këtë është duke i thënë. Tani këto do gjejnë shtigje të tjera, qeveria do gjej shtigje të tjera. Kjo ka një jetë që vazhdon kudo në botë. Në Itali, në Greqi. Nuk shkoni dot në rangje të larta se. Jo.
Një sekond pa tani, se po e them në Nuk e mënyrë vendos, figurative tani. nuk e vendos gjykata kushtetuese Gjykata gjykata kushtetuese. Ai thot kujdes se deri këtu është pjesë e tavolinës Flogerit, aty është Çani. Ai është drejtuesi, ky është i ftuari. Flogert, unë nuk e përdor jurisprudencën sepse nuk më është dashur ta përdor. Ne po flasim me njerëz të tërës. Pra, ka tani për një gjë shumë thjesht. Për çau krijuar gjykata kushtetuese? Për një gjë mbas luftës dytë botërore, disa njerëz thanë një gjë shumë thjesht, që ky parlamenti mos të luaj mendsh dhe të thotë të gjithë ata që janë 40 vjeç me flok zeza, flok kafe, ti çojmë gjithë në internim. Ç'a duhet bëjmë? Sepse vjen një ditë dhe të gjithë votojnë 40 vjeç me flok zeza, flok bardha, do i çojmë gjithë në internim. Duhet krijuar një institucion tjetër i cili ti thotë, ore, kjo që ke bërë ti me VKM, pa VKM, me urdhër presidenciale etj, kjo që ke bërë ti, kjo nuk është korrekte. Kjo është gjykata kushtetuese. Midis dy pushteteve, gjyqësorit dhe ekzekutivit, kushtetuesja po thot ti, dalu bek se ka hendek, dhe gjej shtigje tjera. Dhe është duke të thënë. Ai mesazhi Grupi, sepse duhet ta mbyll është brillant, e di pse Çani, se gjithmonë një prokuror i cili ka goxha vite eksperiencë ose profesionalizëm, ose ka teknik juridike, e kupton që lëvizja reale nuk bëhet e para, ose lëvizja e duhur. Sepse mund të ketë disa arsye, qofshin këto opinioni publik, qofshin konjunkturat politike, ose arsye të tjera të cilat janë gjithmonë të panjohura, por që funksionojnë në tokë. Këto kohë kur u mor kjo mas, nëse i keni parasysh, u fol shumë në për debate, juristësh, analistësh, mediatikë, që pse e pezullon, kur ka imunitetin e deputetit dhe i gëzon dhe cilësitë e deputetit dhe ministri ose zëvendës kryeministri, është shumë e thjeshtë kërko arrest me burg. Atëherë çfarë ndodh kur një prokuror gjithmonë që e ka këtë intuit juridike, e kupton që nuk duhet shkoj drejt te kjo manë shtrënguese dhe si thuash e bën që atë që duhet ta bënte vetë, ta thot vetë opinioni, që duket si kërkesë. Se po të kujtohet në çdo studio, dhe nëse edhe ti e ndjek goxha aktualitetin, kjo ka qenë një nga pjesët e debatit. Pse e pezullon? Kërkoj arrest me burg. Mos më haro porosin që të thash. Dhe nëse ndodh kjo gjë Çani, e vetmja letër që i ngel në dorë qeverisë për ndaluar revanshën e kësaj gjë do ishte arresti shtëpiak. Pra mas me butës arresti. Po prap do të kaloj njëherë nga imuniteti i parlamentit. Po dakord jam, dakord. Që se jep njëri më burr. E kanë të humbur këta më burr. Jam dakord ta api. Është hekur shumë bela. Por kushtet. Po i bien hekurit ta vllak. Hekuri nuk çan, nuk pyet. Shiko, është një shprehje. Hekuri spjerdlla. Juristët italian kanë një shprehje. Vërtet qeveria e ka plepurin me qere, ama gjyqësori e ka shqiponjën me nëndeca. E kanë. Ledio, ky gongu për çfarë ishte? Kanë ardhur ato. Erdhën prap? Po. E ke dhe ti një aty përpara. Ha? E ke dhe ti një përpara. E ke dhe ti një. Ky të Ledio sa i madh je Ke dhe ti fiks. lule shtrydhen, ë? Duhet të ikim në po. Se kë kam unë Ledio? Sigur jo. Lule shtrydhen? Jo më dhe e thashun. Se kam thënë? Jo. E thash më Ledio më duket. Jo? Po çon si kam e them prap. Urgjent për gjithë ju që